Revolucioni i flamingove dhe revolucioni real për të cilin ka nevojë Shqipëria pas këtij revolucioni. Pra nëse arrihet qëllimi i këtij revolucioni, rrëzimi i Edi Ramës, Shqipëria ka një nevojë jetike për të luftuar, për të bërë revolucion mbi ignorancën. Në nisje të revolucionit, Rama nxori një ministre anonime që e ka nga Saranda, që është një Ismaili, edhe ajo doli dhe tha flamingot Shqipëri i ka sjell Partia Socialiste. Dhe shtyri 2 ditë, doli vetë ustaj që e ka mësu Erionën, Ismailin, dhe tha, si që do e gjoni kjo video këtu, flamingot i kemi shpëtu na, tha, na kemi shpëtu Shqipërinë. Gjojeni videon edhe kthehemi prapë. Ne jemi shpëtimtarët e një vendi ku vriteshin me çifte flamengot për qef, e ku vriteshin zogjt, e vriteshin kafshët e pyllit si në harados kur i thon fjalës. Pra, ky thot, na thot e kemi ashtu, siç duket bëri matje dhe doli që ka shumë ignorancë, ka shumë budallë, ka shumë idiot në këtë vend që e kanë besu deklaratën e Eriona Ismailit, ministres së Ramës, që flamingot në Shqipëri i ka sjell rilindja. Kjo tregon arsyen se pse Edi Rama e ka shkatru Partinë Socialiste. Pse asnjë ministër në kabinetet e qeverisë Rama rrallë tek këtu pas në mazhorancë asnjë ministër nuk është socialist. Sepse asnjë socialist normal nuk pranon t'i vesh ngoj idiotësira edhe të dalë t'i recitojnë. Flamingot i ka sjell ai, ky vet ka pas një fushat elektorale kur tërhiqte diellin, pra ky nxirrte diellin nga mali Dajtit e tërhiqte Edi Rama, pra çmenduritë e këtij njeriu kanë qenë spektakolare. I ka pas bë këto për të mbulu atë që thoshte se nuk i vjedh votat, pra për të mbulu vjedhjen e votave, ky bën nga këto akrobatësirat. Dhe ka lënë nam tani, shan këto blogeret e influencierët si plagë e keqe dhe dele thot, siç e pat te video, në revolucion ju i vrisit, këta i vrisin para se të vim në. Pra viti 0 i ignorancës në Shqipëri ka filluar në vitin 2013, kur ka ardhur Edi Rama në pushtet, erdhi me premtimin që do luftojnë ignorancën, do mbyll universitetet, kioska, do mbyll këtë, do mbyll atë, dhe ka përfunduar në një sistem, ka instalu një sistem ignorance ekzemplar që nuk ka ekzistuar njëherë kurrë në Shqipëri. As në kohën e analfabetizmit, kur e mori Enveri në Shqipëri në fillim, apo në kohën e Zogut që filloi me bërë përpjekje me arsimu njerëzit, nuk kishte ignorancë kaq të madhe sa çka sot. Del thot një budallik aty, ai thot një mashtrim, thot një gënjeshtër, që ky bi diellin, ky bi hanën, ky bën këtë, ky bën ata, dhe gjithë një pjesë e madhe e besojnë. Një nga arsyet pse e bezdis protesta Ramën, kjo protesta e flamingëve, është sepse është krijuese. Është një protestë krijuese që i shfazon këtij elementin më të fortë që ka krijimtarinë në propagandë. Pra kjo protestë ja ka rënu dhe e ka bë mekanizmin e propagandës së Edi Ramës të duket shumë i vjetër, të duket demoder, të duket i lodhur, ja shifeni vetë, ju shifni atë ministrin kur del thot Partia Socialiste. Ky është një nga inatet e mëdhaja që ky ka, ai nuk është se ka specifikisht këtë inat, po një nga inatet e mëdhaja që ka me këtë protestë është kjo. Pra, ja ka zhbë dhe e ka bë të duket i vjetër, të duket një rrëngaje e vjetër politike, që ka ardhur dhe po mbjeton me vjedhje, me dhunë, me kapje pushtetesh me të gjitha. Tani kanë dalë dhënat, do ju habis, po ja them edhe një herë, fakti, sepse a shumë ka habit edhe mu, se kur ka pas më shumë flamingo në Shqipëri. Nuk është viti 90, nuk është viti 2000, nuk është 2005, nuk është
as 2013, as 2019, as 2025, as 2026. Numri më i lartë i flamingove në Shqipëri ka qenë në vitin 1997. Dhe këtë e thot Taulan Bino, një studius që merret me një shoqat tani, me një shoqat mjedisore, edhe ai ka fol për këtë faqen faktoje pikale dhe ka thënë shprehimisht që numri më i lartë i flamingove në Shqipëri nuk ka qenë kohën e Edi Ramës, por në vitin 1997. Ramën, siç e gjut ju te video, thoshte i vrisi me çifte, bërtiste, au bu, sepse do të krijojnë idenë te njerëzit që kur ka marrë dhunë është rivendos paqja në këtë vend, ky vend është bë paqësor, ndërkohë që me ardhjen e tij, ky vend është bë agresiv. Se i kanë hik njerëzit, ka njerëz si tip shkretire dhe është bë një ngjan Shqipëria me një preqje i turrët çdo njeri që e shef për të shkafshu nga i cop. Çdo egërsirë oligarkike apo çdo i huaj që vjen këtu e shef si prej që mund të shkis diçka dhe ky ua jep, sepse ky është i pari fshatit këtu. Edhe fal copa, mlini mu këtu, thot, bajraktar këtu, edhe vazhdoni merrni çfarë doni. Pra kjo është historia e propagandës këtij që e ka rrëzu kjo protestë, që një ndër sukseset që ka. Unë a thash edhe mbrëm, po e përsëris prap, që unë mbështes protestën, por nuk jam si këta që mendojnë kush pe organizohen vetë, kujtun gjithë më radhë. Ai është ustaj, është mjeshtri Edi Ramës, ai që e organizon, sepse ai ja di dobësit këtij dhe ai ka takatin dhe fuqinë që ta çmontoj një sharlatan si puna e këtij, dhe ky e di shumë mirë, prandaj edhe e gërsohet. Kështu që në këtë rast unë e mbështes lëvizjen e Sorosit për të ngritur një revolucion të tillë në Shqipëri që të shpëtojnë Partia Socialiste nga Edi Rama, të shpëtojnë Shqipëria nga Edi Rama. Tani, si thon ashtu. Por nuk është vetëm kjo që në 97 ka qenë numri më i lartë i flamingove në Shqipëri. Sipas studiusit Bino, në 14 vitet e qeverisjes së Edi Ramës, jo vetëm që s'është rrit numri i flamingove, por është ul. Pra Eriona, gjoje Zeqine me titull ministri, gjoje që është ulur numri i flamingove në qeverisjen e Edi Ramës. Këto gjatat këtu janë vitet 97. Kjo nuk ka për të duk në njëherë tamam kjo letra, se se rregulloj dot, po janë vitet 97 dhe 2001. Sipas shoqatës ornitologjike e Shqipërisë, SOAS, qeveria Rama gjeti në Vjos dhe Nart rreth 20.000 shpend, prej të cilëve, gjojeni, kur ka ardhur në pushtet 2013-ën, Edi Rama ka gjetë rreth 20.000 shpend, nga të cilat 1322 kanë qenë flamingo. Në vitin 2014-2026 numri i shpendve në Nart është më i ulët se në vitin 2013. Hapni veshët, trushplar, mendje mykur, idiot, që besoni propagandën e këtij zgërdallës vjetër, edhe shushkave e idioteve të këtij, që i nxjerr si ortopalant për të mashtruar shqiptarët. Është studim, pra e thonë njerëzit që merren me këtë punë, që vëzhgojnë shpendët, që regjistrojnë shpendët, se thoshte dje ka regjistër. Ti manipulon regjistrat, po ka tjerë që i majnë regjistrat të sakt. Në vitin ka gjetë 20.000 shpend, 2014-2026 numri i shpendve në Nart, pra ku përfshihet edhe Zvërneci, është më i ulët se në 2013. Flamingot kanë pësuar ndërkaq luhatje. Ata shënuan rënje të madhe 2015-2019 dhe kanë pas një rritje në 2020. Pra 2015-2019 numri i flamingove nën qeverisjen e Ramës ka rënë. Eriona, si e ka kjo? Eriola, vaja. Që si ka se roba anonim janë. Shpendët në Vjos Nart nuk i solli kjo qeveri dhe asnjë prej qeverive të mëparshme.
Tani po thot studiusi, po flet studiusi. Ndonë se është detyrim, pra çdo qeveri ka një detyrim që të forcojnë politikat mbrojtëse ndaj zonave të mbrojtura, që habitatet bëhen sa më të përshtatshme për të ardhur shpendët shtektar, por edhe për të jetuar dhe për të ushqymuar shpendët autokton. Edi Rama të gjitha zonat, siç ka bërë me Butrindin, po të gjitha zonat bregdetare. Tani është qep maleve, me paketën e maleve, kemi folë gjithmonë për paketën e maleve këtu. Se tani po dalin, po thonë, po dalin gjithë kundër, po deri tani nuk është se fliste njëri. Dhe ka shkatru. Tani kjo qeveri ka shkatru pisht poron nart, Divjak, Karvasta, ka dhënë por ato fotovoltaikët. Ato që të përcëllojnë nga dielli edhe të binë zësht kështu, si për atyre. Në Butrindin e shkatroj e privatizoj, jo po ajap Amerikanëve, jo po ajap këtyre, po ajap atyre, mrekullia e vetme e Shqipërisë ka qenë parku kombëtar i Butrindit. Ky e shkatroj parkun kombëtar të Butrindit për interesa personale, e shiti. Kun Vajinin i ka shkatru. Tani, lexojmë vitet sa flamingo ka pas në Shqipëri ndër vite. Shikojeni pak se është shumë interesante. Në 1993, sikur ka qenë kështu, sikur ka pas vu blokade dhe flamingove në veri, ka pas më pak se 10.000. Pra mund të ketë pas 6-7.000 afërsisht. 95-ën diku ke 15.000. 96-ën afër 20.000, 18-19.000. 97-ën 81.223 flamingo. Në 97-ën kur kërciste plumbi automatiku qoshe qenar Shqipërisë. Pastaj e ka dhënë efektin lufta, trazirat. 98, 99, 2000 nuk ka pas, 2001-shin kanë ardhur 79.321. Gjojeni vitet me kujdes që ta kuptoni se çfarë mashtruesi është ky dhe çfarë idiotësh e çfarë mbeturinash janë ata që besojnë mashtrimet e këtij. Që ky ka sjell flamingot në Shqipëri, ky ka shtu shpendët e egra në Shqipëri, ky ka shtu peshqit e ku di unë, thet thash tjera. Në 2002-shin ka rënë poshtë 20.000-shit, pra është diku ke 17.000, në 2003-shin 20.000, në 2004-ën 11-12.000, 2005-ën diku ke 16.000-shja, 2006-ën nuk ka pas, s'ka pas as lufta si gjë, po nuk kanë ardhur. Pra ato nuk vinë këtu për çështje të klimës. Pra kur vitet janë të nxehta, siç duket nuk vinë, ose edhe në vendet ku ato jetojnë më gjatë ose më shumë. Kanë ardhur në 2007-ën prap një 4-15.000, në 2008-ën kanë ardhur 20.000, në 2009-ën ka rënë poshtë 10.000-shit, në 2010-ën nuk ka pas, po Shqipëria s'ka pas as trazira asgjë, nuk ka pas flamingo në 2010-ën, në 2011-ën ka pas 22.364, bashkë me shpendët e tjera. Në 2012-ën kanë qenë poshtë 10.000-shit, në 2013-ën, tani kjo është e rëndësishme, në vitin 2013, për këta ignorantët që kanë besu propagandën e Edi Ramës edhe kësaj Ismailave tjerë që mashtrojnë shqiptarët, trushplar, idiot. Në 2013-ën kanë ardhur në Shqipëri 20.396 shpend, shtektare, kujtu mes tyre flamingot e këto. Në 2014-ën ka rënë poshtë 10.000-shit, në 2015-ën poshtë 10.000-shit, 7.000, 8.000, në 2016-ën 10.000, në 2017-ën poshtë 18-19.000, në 2018-ën poshtë 10.000-shit, në 2019-ën 10.000, në 2020-ën kanë ardhur diku ke 13.000, në 2021-shin 10.000 e pak, në 2020-ën rreth 15.000, mos harroni, 20.000 ka qenë 2013. Në 2021-shin
afër 10.000-shit, 2022-shin 2-13.000, 2023-shin po kaq 2-13.000, 2024-ën rreth 10.000 e 11.000 afërsisht, 2025-ën kanë qenë 11.336 dhe në 2026-ën afër 10.000-shit. Pra, gjithmonë gjatë gjithë vitesh për fat të ignorancës atyre që e kanë besu dhe likësis këtyre që e propagandojnë natë për natë në për televizione, për fat, pra se kanë dorë as si qeveri me i sjell flamingot apo shpendët shtektarë në Shqipëri, as me i sjell, veç se ndorë kanë me i përzon, nëse prishin zonat, habitatet e tyre ku vinë ato. Për fat është në 2013 e ka lënë qeveria Berisha me 20.396 shpend, shtektar mes tyre edhe flamingot. Nga 2014 deri në 2026 maksimumi ka shku deri në 13-14.000 shpend shtektar. Pra 5.000, 6.000, 10.000, 15.000 zoq shtektar kanë ardhur më pak gjatë 14 viteve pushtet të Edi Ramës. Sa vite janë? 2013, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14 vite. Në 14 vite nuk ka shku as sa gjysma e kohës kur ka qenë Berisha në pushtet. Pra shifni qa propagande dhe qa besimit fort ka, se kjo është më rëndësishme, çfarë besimit fort ka Edi Rama edhe erionat e ati, eriona është femër, kjo është gru, se shqiptarët janë budallë, janë ignorant, janë trushplar dhe dalin, bëjnë deklarata të tilla nëpër mediat kombëtare, nëpër mediat e qeverisë, se këtu ka qenë një vend i egër, por flamingot i solli partia Rilindja, jo partia socialiste, por Rilindja, nuk ka socialist që të marrë përsi për të dalë, thot broçkulla. Prandaj e zhduku Partinë Socialiste Edi Rama, i përzuri gjithë njerëzit e aftë, njerëzit e mençur, biolog ka pas ajo parti, profesor ka pas ajo parti, njerëz të ndjeshëm ndaj mjedisit, i zhduku, e shko tani i puth tullën e Temrukës, një nga biologët më të mirë në Shqipëri, e zhduku nga Partia Socialiste. Na kemi mësu në shkollë biologji e kimi, biologji kemi mësu me librat e Temrukës, e luan me mushit e që kanë qenë këta. E zhduku, e spastroj dhe e mbushi me ignorant. E mbushi me kështu nga këto erionat, zeqinet, sarat, tërmet peçat e gjithë me radhë, dhe vetë më i mençuri ndër këta, se sigurisht është më i mençur se këta Edi Rama, dhe ka sundu Shqipërinë për 14 vjet në mënyrë të paprecedent, se si pushtimi i një partije tradicionale, të pushtosh një parti tradicionale merr në qaf një kombë të tërë. Ta bësh këtë parti është më e dobët, nga ana intelektuale, ma besoni, është më e dobët se sa partia e Enverit, pra kjo parti kur lindi, që i kishte në dorë Enveri, që s'kishte shumë njerëz të arsimum. Kjo është më e dobët. Partia Socialiste sot është më e dobët. Prandaj unë them, vazhdoj të them dhe përsëris, është për të mbështetur revolucioni i flamingove. Njerëzit në keq kuptu, njerëzit nuk e di, janë të frustrum shumica e njerëzve dhe të sulën, nuk të kuptojnë se çfarë thu, nuk të ngjojnë, nuk kanë interes të ngjojnë çfarë thu, po vetëm të sulmojnë. Është shumë e nevojshme të mbështetet ky revolucion. Bravo i qoftë Sorosi që e nisi, e ka iniciu për ta rrëzuar Edi Ramën nga pushteti, sepse e ka shkatruar Shqipërinë, e ka shkatruar Partinë Socialiste. Shqipëria ka të paktën 10 vjet, se nga 4 vitet e para i pati në përkam këto njerëzit e ditur. Të paktën ka 10 vjet kupola e Partisë Socialiste, ekzekutivi i Partisë Socialiste, grupi parlamentar i Partisë Socialiste janë një çerdhe ignorantësh, janë një çerdhe servilësh, janë një çerdhe plaçkitësish. Janë plaçkitës në kuptimin e parë të kësaj fjale. Janë njerëz të babzitur dhe aftësia e Edi Ramës për të punu me median,
për të ble median, për të ble gazetarët, për të ble banaqe televizive të darkës, ka arrit deri aty sa t'u shplajnë trurin, t'u hedh sirin publikut, një pjesë e madhe të cilit vinë bëjnë ham fix, ham në rrjetet e mia sociale, në Facebookun tim e këtu në YouTube, sepse u është shplat truri, janë indoktrinu me ignorancë. Ka nevojë shumë Shqipëria të shpëtojnë nga kjo gjë. Let vënë këtë doj në kryet Partisë Socialiste, vetëm të heq këtë, sepse nuk ka njëri më të smur, nuk ka njëri që investon në ignorancë më shumë, në hajdutërie, në korrupsion, se sa Edi Rama. Është i pa shembull, nuk e ka pas kur Partia Socialiste një njëri tillë. As kur e qeverisë Enver Hoxha jo. Po sigurisht kur e qeverisë Fatos Nano as bëhet fjalë, kur e qeverisin kush e ka qeverisë tjetër atë parti, po ky e mori pastaj mas Fatosit. Nuk ka pas kaq ignorancë, kaq njerëz plaçkitës dhe kaq njerëz që punojnë në kundër interesit të partisë vetë edhe të kombit. Prandaj, siç e shihni, historia është me statistika, historia është me shifra, hapni shifrat, konsultoni shifrat, pastaj gjoni fliqësit në për emisionet e darkës, në televizionet mediat tradicionale që ju shplajnë trurin, me njerëz të paguar. Disa prej tyre ndryshe flasin në studio, se ashtu e ka linjën editoriale, ndryshe flasin në studion tjetër. Pra, edhe vetë kanë kundërthënie në argumenta, por sepse nuk u intereson fare se si e ndryshojnë narrativën, se si e ndryshojnë retorikën. Nuk u intereson fare, thjesht ata e dinë që është një tuf amorfe që i dëgjon përmes ekraneve dhe do të ndikojnë patjetër, do t'i mashtrojnë patjetër. Dhe ka shumë prej atyre që e kanë qarkullu lajmin se në Shqipëri Flamingot i solli Partia Socialiste, por veçanërisht jo Partia Socialiste, por Rilindja, Edi Rama. 20.000 shpend shtektar ka lënë Sali Berisha në 2013. Nuk i ka lënë Sali Berisha, po ka pas në Shqipëri. Pra gjojeni mirë këto, ka pas në Shqipëri, se nuk ka pas ndikim Sali Berisha të vinë ato. Nga 2013 deri tani, maksimalja që ka kalu ky në pushtetin e këtij, ato kanë shku maksimalja 13.000. Pra 7.000 ka qenë gjithë kohën 7.000, 10.000 më pak se sa në qeverisjen përpara. Kemi edhe fix tabelën për Flamingo, se kjo është në total për shpendët shtektare, po ja vlen të ndalesh edhe për Flamingot, që kanë pas luhatje pothuajse të njëjtë. Pra kanë qenë shpend të rralla që kanë fillu me ardh e kanë zbulu Shqipërinë për shkak të motit, për shkak të klimës, ndryshimeve klimaterike, jo për shkak se çfarë qeveri e ka qenë Shqipëri. Pra ka qenë Sali Berisha në pushtet, a ka qenë Edi Rama, apo ka qenë kush ka qenë. Por videon e pat, se si thoshte ai, ju i vrisjut me çifte bam bum, thotë erdha unë, thotë edhe i shpëtova, i solla unë, sepse ky është më e pakta që ka bë ky. Se tjetra është që ky ka ndërtu një sistem arsimor ku Zeqineja, deputetja e Parlamentit të Republikës, duke qenë policie bashkie në Roskovec, ka mbaru shkollën te juridiku në Tiranë, ku ka qenë dekan rektori i Universitetit të Tiranës sot, Artan Hoxha, me nota 10, i ka të gjitha nota 10 përveç se një 9. Nuk është gjë hiç çfarë mashtron ky, me çfarë kulture ka mbjell dhe çfarë e ardhmje e frikshme e pret Shqipërinë. Zeqineja është me mesatare 9.95, që do të thot ajo mund të futet, nuk besoj se ka ardhur ajo nga Roskoveci, ditë për ditë, me mësun juridik, me marrë 10, me shku të nesme në punë policie bashkie në Roskovec, pra. Po me letra e firmosme nga rektori sot i Universitetit të Tiranës, Artan Hoxha, ajo zonjusha e ka mesatare në universitetit, masterit, e ka 95.56, diçka e tillë. Ajo me këtë mesatare mund të konkurojnë në magjistraturë, e fiton magjistraturën
dhe nesër mund të jetë një anëtare e gjykatës kushtetuese, një anëtare e gjykatës lartë, një kryetare e gjykatës lartë, kryetare e gjykatës kushtetuese. Kjo është gjëja më e rrezikshme që i ka bëjë Edi Rama Shqipërisë edhe Partisë Socialiste, që ka nxjerrë gjithë kohën kuadro, njerëz të mençëm, njerëz të zot. Sot ai ka intelektuale e kësaj partie në përfaqësim, po them në përfaqësim, jo se s'ka socialist të intelektual, në përfaqësim është zonja Zeqine Caushi, është ajo Sara tjetër në Elbasan, është kjo Eriona që thot këto pulbardh, këto dreqin, këto shpendët shtektarë ka sjellë Edi Rama në Shqipëri, e tjera e tjera. Do t'ja shohim sherrin Shqipërisë që i kalon Edi Rama. Fati i madh shumë që morën vendim ata që kanë ngrit këtë monster, morën vendim që ta zhdukin. Le të ketë çfarë dojë rrymash në protestë. Atje ka socialist, ka demokrat, atje mund të hynë njerëz me interesa të ndryshme, gjitha me radhë, por qëllimi i protestës, thelbi i protestës e ka ngrit ai zotëria për ta rrëzu këtë dhe shumë mirë ja bën për t'i marrë Partinë Socialiste. Shkoni në protestë, mos mungoni. S'kam qenë kundër protestës, pra se nuk e kuptoj më shajën fillim mu, troshplar, se ka dhe në protestë njerëz troshplar. Më shajën se kujtojnë, e perceptojnë ato që shkruja unë, ose që flisja, i perceptojnë sikur jam kundër protestës e agresoheshin. Nuk di ta ndaj, nuk kanë qenë këta të linçorit duket, se ata më respektojnë, se edhe unë i respektoj. Po kanë qenë ato sharlatan tjerë, ignorant tjerë komplet.